Ndërimi të kënë Zotit, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin a.s. familjen dhe shokët e tij, se mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Ya ayyuhas-saimun, ya ayyuhas-saimun, ya ayyuhal-mutadallilun, al-khashi'un li rabbikum, tarja'una rahmata rabbikum. ترجعون رحمة ربكم وجناته عرضها السماوات والأرض. Ju që jeni agjërueshëm, vëllezërit e mi dhe motrat e mia në din, ju të cilët jeni të nënshtruar në këtë muaj, kashë Allahu Dhul Jalal, ju që prisni prej Zotit Madhërueshëm, shpërblimet e tij të pafundme të cilat I ka përgatitur për agjëruesin. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الزوت المنوشم الزوت العرش المنوشم شاء الله بنير من مار أمتنتي تزبريس رحمتنتي ذا الله تنالي سوية بري أساج نكن جيم بري كوني ديفة تكتموه تبقاتشم آمين يا رب العالمين تندروا الجماعة të ndërruar vëllezërit e mi, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në xhaminë e tij, tala alena ar-rajul, thonë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, erdhi një burr I cili nuk e njihnim asnjëri prej nesh. Flokët e tija ishin të lara dhe të krehura, rrobat e tija ishin të pastra, la yura alayhi atharu safar. Në trupin e tij ne nuk shikonim shenjat të udhëtimit, në thonë se është udhëtar, ne do ta kuptonim atë nga çelja e tij. Dhe uli tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa asnata rukbatay ila rukbat rasulillah sallallahu alaihi wasallam, I bashkoi gjunjën e tij me gjunjën e pejgamberit alaihi salam, fa wada yadayhi ala fakhidayhi, dhe I vendosi duart e tij të këmbët e kofshat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I tha ja Muhammed akhbirni an al-Islam. O Muhammed, më trego mua se kush është Islami. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa Muhammed Rasulullah, që ti të dëshmosh se Allah është një dhe nuk ka tjetër në këtë univers që meriton të adhurohet përposa ati, wa tuqim as-salat, ta falish namazin, t'japësh zakatin, ta xherosh Ramazanin dhe pastaj të shkosh në Kabe kur ke mundësi. E o vëllezër të nderuar, bani pyetjen e dytë dhe tha: Ja Muhammed, akhbirni an al-iman. O Muhammed, më trego mua se cili është imani që duhet ta ketë një besimtar që ta takojë Allahun me këtë iman të tij. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri sharrihi wa khairihi min Allah ta'ala. Të besosh Allahun, melekët e tij, profetët e tij, librat e tij, që të besosh në ditën e gjykimit dhe në kaderin e Zotit, e mira dhe e keqja vjen prej Zotit Madhërueshëm. E kush bën sabër në të mirë, në të keqe, ka fituar, dhe kush falënderon të mirën në keqe, ka fituar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. I thot: Ja Muhammed, akhbirni an al-ihsan. Po I bën pyetje njëra pas tjetrës. Më tregon mua se kush është ihsani, është grada më e lartë që mundet me pas një besimtar në zemrën e tij mbas imanit, është ihsani. Dhe I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: al-ihsan, mirësia është an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam tara fa innahu yarak. Që ta adhurosh Allahun sikur se ti e shef Zotin e Madhërueshëm, se edhe pse ti nuk e shef, Allah të shef. Të shef Ramazanin tonë, mos ke gajle. Të shef gjuhën tonë në Ramazan, mos ke gajle. Ama Allahu
e shef edhe lotin ati I cili në prakt të iftarit të tja Rabbi, me zemër, me shpirt, me iman, me ihsan, ja Rabbi, ma prana agjerimin e kësaj dite. Në ta'bud Allah, ka në këtë ra, që ta adhërësh Zotin, si kur se ti e shef, se nëse nuk e shef ti Zotin, Allahu të shef ti. I tha ja Muhammed, o Muhammed, أخبرني عن الساعة më trego mua se kur është dita e kiametit. Greti dur pejgamberi alayhis salam. Greti dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është patjetër në xhamat. Nuk është patjetër në vëllezërit e mi. Që patjetër ne duhet me I dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve që neve na pyetin, të tjerët në lidhje me fenë. Se pas pyetje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk e di. Ai që pyet dhe atë të cilin ti e pyet nuk ka njohuri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq sa të ka dhënë Zoti ty. I thot, nuk po ndalet ky burr, sahabët po e shohin, po çuditën me të. Qa janë të pyetje që neve e kemi pasur në mesin tonë dhe që kemi bërë kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe I thonë, akhbirni an amaratiha. Më trego shenjat e kësaj ditës së gjykimit. Dhe ja tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I thotë, an talida amata rabbataha. Kur të linde amata rabbataha. Kur të lindë sklavja mbretëreshën e saj. Zoti na rujt, kanë thënë disa dietarë, kjo shenjë e kiametit ka ardhur. Se nona e lind e vladin, vajzën, dhe si të bëhet vajza 16-17 vjeçe, nuk e pyet më as nanën as babën. I thot nana, oj bi, ma qit një pik ujë, një got ujë, I thot qohë qitë për vete, e ma qitë edhe një mu, e ordërën nanën e saj. Kjo kanë thonë djetarët është prezent në mesin tonë. Anë të lidë e në të robët e ha, dhe I thot pejgamberi alayhis salam, o anë të rahë fatën, uratën, e të tava lune me bunja. Ti shofësh ata të cilë vinë prej mërsive, prej shkretë të tirës, baritët dhe dheve, të cilët vinë prej shkretë të tirës, të zbahur me robat e rojtarëve, jetë të talë lune të bunjan, bajnë gara kush me ba matënon. A Burj Dubai, apo Burj Khalifen, a Burj Gjidden, a njërin prej tyre, cilën ma e ba matënon. Kjo është prej shenjave të kiametit. O vëllezërit e mi, thot Omeri radiallahu anhu, transmetuesi I këtij hadithi, فَمَكَثْتُ مَلِيًّا. Kanë qëndruar disa ditë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja Omer, a tadri man hadha? Kush është ai që më bani pyetjet mua, Omer? Se di ja Rasulullah, nuk është marrë me thënë, ndinin Allah, nuk e di. Nuk është patjetër, të gjitha pyetjet me I bën dhe me dhënë përgjigjen të din. Omeri Faruku I Metit. Grej durët edhe I thotë, vallahi ja Rasulullah, nuk e di. Dhe në basi vjen pas sa ditësh, I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Omer, innehu Jibril, atakum, yuallimkum dinakum. Ka ardhur Jibrili me urdhër të Allahut, t'ja mësoje fejnë e juj. Ai cili agjiron Ramazan, duhet me ditë se Zoti ti është Allahu, duhet me ditë se duhet me falë namazin, duhet me ditë se duhet me agjiru Ramazanin, duhet me ditë se duhet me dhënë zeqatin, duhet me ditë se duhet me shkunqave, kush ka mundësi. Ai cili agjiron Ramazanin, duhet me ditë se duhet me besu në Allahu një dhe nuk ka tjetër, dhe pastaj që janë
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë pas më të bukur se këto tonë. Banorët e Mekës i kanë pas idhët mrena qafës më të bukur se këto tonë. E urdhëroi Aliun dhe i tha, o Ali, shko thej një mas tjetrit që të mbetet wahdaniyatullah, adhurimi Allahut një i vetëm e nuk ka shok. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tek Zoti kërkush nuk është i barabartë me të, as në cilësitë e tija, as në sifatet e tija, as në ibadetet që ne duhet t'ia bëjmë Zotit të madhërueshëm. Ai cili agjeron Ramazanin, o vëllezërit e mi, duhet ta di që ky Zot i madhërueshëm, ai tu'minu billahi, që të besosh në Allahun azza wa jall, është ai cili ja ka bërë farz këtë Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. O ju të cilët keni besuar, kutiba alejkum siyam, kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Zoti po na thekë në Kur'an, ky mënishmi i shohshim tarë, që ja u kanë bo obligim Ramazanin dhe neve ja kemi bërë ati dhe kërkuj tjetër. Ai cili agjeron në Ramazan, duhet ta di që prej imanit të besimtarit është imani në libra që ka zbrit Allahu azza wa jall. Dhe neve o xhamat, po ku i kemi ne këta jetë e Kur'anit, këta jetë të cilat neve ne bëjmë obligim Ramazanin, vetëm se në Kur'anin librin e Allahut an tu'minu billahi, të besosh Allahut në librat e tij, në profetet e tij. E ku e dimë se sa duhet të agjiru Ramazanin? Asharu hakada, wa hakada, wa hakada, tha pejgamberi alayhis salam. Shikoni, besimin në agjerimin e Ramazanit nuk plotësohet vetëm në këto besime të cilat janë 6 shtylla e imanit. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që Ramazani ka ose 30 ditë, ose ja bëjmë këtë mënyrë 29 ditë, dhe nuk ka 28, as 31, as 35, nuk ka Ramazani përveç këto ditë, të cilat ne i ka mësuar pejgamberi alayhis salam, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pejgamberi na i ka mësuar se si duhet të agjiru Ramazanin. Wa an tu'minu billahi wa malaikatihi, dhe të besosh të melekët e Allahut, dhe ai i cili agjiron Ramazanin duhet ta di se meleku i cili ka zbrit me shpallje është Gjibrili alayhis salam, dhe shpallja e fundit që ka zbrit Gjibrili me të është libri që neve e kemi në dorën tonë, Kur'anin të lartë. Wa kutubihi, dhe të besosh në librat e Allahut azza wa jall. O vëllezër të nderuar, pra neve e duam fort Ramazanin dhe me zër presim me ardh ky muaj i bekuar, ky i begatshëm, sepse në këtë muaj neve lexojmë shumë Kur'an, ndigjojmë shumë Kur'an taravih, o kutubi dhe në librat e tij. Prandaj neve na rritet imani, sepse shtohen këto të gjitha pikat të cilat i përmenda, dhe njëna prej këtyre kryesorja në librat e Allahut, dhe librat e Allahut, Kur'ani famlar, libri jonë që neve punim dhe lexojmë gjatë muajit të Ramazanit të Ramazanit, na shton dashurinë për Allahun, për pejgamberin, na shton dashurinë për këtë dinë, dhe prandaj neve duam shumë këtë muaj. Dhe të besosh në ditën e gjykimit, ai i cili man Ramazan, ai i cili agjeron duhet ta di se shpërblimi i tij inshallah. Ora pse agjeron në Allah? Po pse vi pa humbur, pse vi pa piun? Se ka një ditë gjykimi që unë do ta gjej Ramazanin tëm inshallah, ndërmjetësues për mua, do ta gjej iftarin tëm, syfyrin tëm, lutjet e mia, namazin tëm, taravit e mia, të gjitha do t'i gjej tek Allahu ditën e gjykimit. Wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Dhe kush beson në Allahun azza wa jalla dhe agjeron Ramazanin, duhet ta dije dhe duhet besojë në kaderin e Allahut azza wa jalla, dhe prej kaderit Allahut maje nën këtë gjatë bukur prej kësaj xhumaje. Maje nën këtë gjatë bukur prej kësaj xhumaje, se prej kaderit të Zotit është. O mbare, o vllai
Allahu të ka dhënë jetën që ti ta anonsoje, ta agjërosh këtë muaj Ramazan edhe këtë vit. O Zot, inshallah e qesin deri në fund, se ka prej atyne, sikur se sot isha në një gjenazë para gjumaje, një besimtar i Sanxhakut, ta një jetën kishte agjëruar. A këtë Ramazan nuk mujti dot se e muri vdekje. Dhe prej kaderit Zotit është që ti ta falenderosh shumë tush, elhamdulillah o Zot, se hajri madh me të mërri Ramazani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, kur i thanë që e kemi pa ndër atë i cili vdiq dhe ishte më lart në xhenet, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar një Ramazan më tepër. Një Ramazan në imagjino. Edhe që kishte rashë shehit në luftë, gjakun e tij, trupin e tij, për hir të Allahut ai pari. Ama kjo që kishte marrë Ramazanin ja kaloi, sepse punët e Ramazanit janë të Allahut. Punët e Ramazanit janë të Allahut. Prandaj, o vëllezërit e mi, Ramazani është një muaj i cili përveç se ibadetit, neve duhet të angazhohemi shumë me diturinë këtë muaj dhe të mësojmë këto pikat të cilat ne dhe i përmendem që të na duhen inshallah gjatë gjithë jetës tonë. Imanin, Islamin, ihsanin, vallahi duhen për Zotin e Madhëshëm. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.